Përshëndetjen e bukur Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në veçantive ju në hatë efendi për organizimin në kadrët kryesisë xhamisë këtu dhe kam derë njashtu që jemi së bashku edhe me dy doktor të nderuar, me doktor Bashkimin dhe doktor Besimin që janë afër meje. Sa i përket rrjeteve sociale, unë paraprakisht ndaj një mendim që rrjetet sociale mendoj që nëse dy gjëra e shoh, nëse përdoren për të mirë, sot e kanë ndikimin e vetë dhe e kanë vlerën e vetë padyshim. Mi po për fat keq nëse rrjetet sociale sot përdoren për të keq, atëherë keqja është jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe ndoshta sot një përçarje, një fitnë që ka hinë në mesin komunitetit tonë në përgjithësi, për arsye se ndoshta rrjetet sociale nuk po përdoren ashtu si ka hije. Më u kthy tek pyetja juaj tek njerëzit me profile falso, komentime ndryshme. Kjo realisht Islami kërkon dhe mëson që karakteri besimtarit nuk guxon me ndryshu, pa marrë parasysh venin edhe pozitën që është. Ai do të më qenë i tillë, do të më qenë i edukuar në atë mënyrë që përderisa nuk e ki gatishmërinë që dikujt të mball ose përballë teje më ja thon atë që ti dëshiron më ja thon, sukur ti ta kishe përballë. Po si ja lejon vetes pastaj që ti në rrjetet sociale me thonë gjatë tillë. Sot komentet në rrjetet sociale vërtet janë të paimagjinueshme. Paimagjinueshme janë edhe kanjëherë kur ti mash në përgjithësi, po në veçanti, unë bëj thirrje në përgjithësi, po në veçanti tek besimtarët, tek vëllezërit dhe motrat tona të cilat mundohen me qenë praktikues të fejes, mendoj që do të me pas shumë kujdes. Mos më aliu vetes me ra në atë nivel, në atë shkallë që ti më u shfry një natit ton në rrjetet sociale, si në aspektin fetar, si në aspektin politik nëse më lejohet me thonë edhe një gjatë tillë. Ti ndoshta mund në një aspekti mos kish pajtime ose miratime për shembull me një çështje ose me një krah politik ose me një çështje fetare, po jo me ja liu vetes deri në atë shkallë ti që vërtet me përdorë edhe fjalorin që nuk i ka hije një besimtarit. Nuk i ka hije një personit edukuar. Për fat keq neve po na ndodh kjo, edhe po na ndodh ndoshta edhe mbrana vetëve tona, po shpresoj dhe lus që edhe kjo konferencë dhe ky debat ketë mirë kuptim dhe ta kuptojnë në realitetin se vërtet nga një hera janë disa çështje të cilat ne i bajmë, por kur të jemi bashkëresh ose ballë për ballë nëse i thojmë disa gjëra, mund vjen një kohë dhe harrohen, pa ato të cilat realisht thuhen në rrjetet sociale dhe fyrjet e komentet e shumta, ajo mlefi, urrejtja, hidhërimi është shumë më i gjatë, për arsye se mundësia sot, siç e potencoi doktor Bashkimi, e rrjeteve sociale është me sekonda po shpërndahet. Edhe çdo kush po e lexon edhe mendimet, edhe komentet, edhe idetë tona, si kanë pozitive, si kanë negative. Dhe besoj që vërtet duhet me pas kujdes shumë dhe los që spaku pra po tham përgjithësi të përmirësomin këtë aspekt, po në veçanti njerëz të cilët janë besimtar praktikum duhet ta kenë kujdes për shkak të gjuhës, edhe fjalëve se thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, ose në të flet mirë ose në të hesht. Në kuptimin jo vetëm fizikisht kështu, po është fjalë ose përshëndetje ose edhe komenti jonë është si ke pozitiv, si ne ke negativ, prapë edhe e ka kuptimin e vet. Andaj unë besoj që etika e një besimtarit e kërkon që me qenë një besimtar i sinqert, me qenë i drejt, me qenë me dinjitet, më respektu të tjetrin, për arsye se kështu e kërkon etika e një besimtarit sinqert. Dhe shpresoj që vërtet kemi kujdes dhe njëherë ju përgëzoj se është ndoshta një ndër temat më të nxehta ndoshta para 2 muajve kam pas në intervistë pikërisht për rrjetet sociale që sot për fat keq pra po them, nëse i përdorim për të mirë, vërtet mundna me çu mesazhe të shumta, ligjërata, këshilla, po në moment që po kthehet dhe keq përdoren rrjetet sociale, ne vërtet na ka ndalë me një farë mënyrë gjona të dorës së shejnë. Shejfem edhe është një pyetje që të lidhet me pyetjen që para shumë herët. Njerëzit bajnë komente nga më ndryshme të dhe shpërndajnë edhe i hin hak dikujt. Audienca e cila në përcjell përmes radio pendimit don ta dinë shumica e tyre, për shembull, ku është e vija këtu e gjunahit.
edhe a mjafton me shly komentin dhe a shlyje gjunoj të Zoti apo ka një kërkim falje, ka një luçje që duhet bëhet për atë njeri. Për shembull se kjo është punë e ndihshme, do ti ke shkruajt një fjalë, ke thonë disa gjëra, në afekt, ke qenë nervoz, ke fyer, ja ke ul dinjitetin, me ke përdorur një profil trejshëm, dhe kjo është një figurë publike, ke një hak njerit. Ç'është vetëm a mjafton me hek postimin, apo duhet kërkim falje, apo duhet pendes, për shembull teologjia islame si e shpjegon këtë situatë? Me gjatë 2-3 minuta. Padyshim që fshirja e komentit, një koment që ne e shohmi, për shembull që nuk është në rregull, edhe fshima atë koment, padyshim që e ka vlerën e vet, por kjo nuk do të thotë që mbaroj gjithçka. Për arsye se fyrja ose komentet fyse në për rrjetet sociale, këto e cenojnë edhe dinjitetin e personit. Edhe ti në momentin që ndoshta i ke ra pishmon, ose i je pendu, edhe e ke pa që ndoshta ke gabu, edhe e ke fshinj, e ke ba një hap mirë, por në momentin që ne kemi bon komente jo të mira, jo dëshirueshme dhe të fyse, padyshim që ne kemi bon mekat ndaj Zotit, ndaj Allahut fuqiplot, mirë po ne kemi bon mekat edhe ndaj atina personit të cilët ne kemi fyr. Në këtë rast, a mjafton vetëm shlyrja e komentit? Kjo është një shej e mirë dhe dohet me bon paraprakisht. Mi po nuk mjafton me kaq. Ne me pas një personalitet të mirë të formum, ne duhet kërkojmë falje në rënd parë Allahut fuqiplot, po njashtu do të me pas fuqien e kërkimit falje edhe ndaj personit të cilët ne i kemi fy, ose ne të cilët kemi bo një koment jo të mirë, kemi cenu dinjitetin e një personit. Atëherë detyrimisht që dohet me ngrit vetveten në rënd parë me fshin komentin, në rënd dytë me shku nëse ka nevojë me shku me kërku falje. Mi thonë ket e kumbo, po të kërkoj falje se ndrysh është me i thonë dikujt ose një fyrje, ndoshta momentale ose në prezent, po një fyrje, një poshtrim ose një nënçmim përmes rrjeteve sociale me kati është shumë më i madh. Për arsye se shumë njerëz e kanë pa, shumë njerëz e kanë lexu. Për këtë arsye thash për mes me zgjat, në rënd parë duhet ta shlim komentin me të me morë guximin, në rënd dytë t'i kërkojmë falje të Zotit dhe të pendohemi sinqerisht për atë që kemi bë, po detyrimisht edhe personin ta kontaktojmë që t'i kërkojmë falje, për arsye me thonë këtë pengesë, këtë shqetësim, këtë fyrje që unë ta kumbohen përmes komenteve, përmes të rrjeteve sociale, lutem na japsh halal, ta kërkojmë halallikun, ta kërkojmë më një farë mënyre kërkim faljen edhe për personit, se disa çështje të nderuar vëllezër, neve ndoshta në mënyrë direkte që kemi raporte përmes neve dhe Zotit, padyshim që nëse ne i kërkojmë, unë nuk dyshoj që Zoti do të na i falë. Mi po gabimet të cilat ne i bojmë njerëzve, vëllezër dhe motra në përgjithësi, e në veçanti edhe sot përmes rrjeteve sociale, ato janë gabime shumë më të mëdha që ndoshta neve Zoti na i falë personalisht që i kemi me Zotin. Po ndoshta unë kam diku që nuk du m'ja falë, edhe du që të erin ditin kur do dalmi para Zotit mës m'ja falë. Kjo është më e rëndë, për këtë arsye besimtari mirë, i sinqert, duhet me morë guximin. Përmes shlyrjes me katit, më falni, shlyrjes komentit që e ka bëna për rrjetet sociale, ta merr edhe guximin dhe të kërkon falje personit për të cilën do me thonën a e ka bë komentin. Unë besoj që do të me pas korajo, do të me pas personalitet me bëni gjatë tillë. Edhe vetëm njerëz të cilët janë në nivel të mirë, të edukum, e njerëz të cilët vërtet e njohin Zotin mirë, atyre nuk ju vjen torë, po përkundrazi është krenari me marr guximin edhe me kërku falje. Faleminderit nderuar kryetar për ndryshe dëshiroj ta informoj opinionin e përgjithshëm. Hoxha i nderuar Fehmi Abazi është zgjedhur aktualisht kryetari i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Komuniteti musliman shqiptar në Zvicër çdo 4 vite organizon zgjedhje të rregullta me procedurë të rregullt dhe kemi tani përgjithësia. Kjo është përgjithësia, nuk është privilegjim, shumë është pas përgjithësia në ja po edhe për haj zyrtarisht dhe publikisht. Lutim Zotit që edhe kryesinë dhe kryetarin me asin Zoti të shpërlej për angazhimin, për kontributin e tyre dhe kryesërisë. Zoti të jap shëndet dhe mirësi. Mua dhe po më vinë pyetjet përmes WhatsAppit. Këtu kemi disa pyetje, po, të cilat do t'i lojmë pyetjet e panelistëve krejt në fund, do të diskutojmë inshallah. Unë dëshiroj ta filloj edhe me doktor